Kjo është ajo që kam filluar të bëj kur vjen fundi i vitit. T'jap llogari vetes, të bëj llogaritë e një viti, jo thjesht ato financiare, se ato s'na dalin asnjëherë, po llogaritë e marrëdhënies me veten, edhe me tokën, ku shkel këmba jote. Dhe këto llogari bëhen zbathur. Pastaj ku i dihet gjithçka rreth teje, toka që shkel, mbase e kupton edhe t'jep një dorë për vitin tjetër. Kemi zgjedhur këtë fund vit ta mbyllim me natyrë. Në fakt, këtej në këto vendet ku ka pasur natyrë, tani njeriu është afruar, po e përdor, po e shfrytëzon, urojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, sikundër është ky vend ku kemi ardhur, që është Markezi Gourmet, një restorant privat, intim, interesant, që ti këtu luan, aty ke zjarin, aty ke pikturat, aty ke natyrën, aty ke dele dhi, ke prekje të natyrës, që vjen edhe të thotë, s'gjohëm, sa do jetosh? Pse më shkatron? Pse më prish? Pse më dëmton? Pse nuk më përdor që ti të ndihesh mirë, po dhe unë të ndihem mirë? Tani u spostova pak nga Oxhaku, në shoqërinë e gëzimit, edhe gjithë rehatin që ndjej unë, këtë komfort, komoditet, rehati, mirëqenie, që të jep ky vend, do doja t'ja u transmetoja. Së pari urime, të lumshin duart edhe mendja që e ke bërë që njeriu të ndihet rehat këtu, të gjerb çajin, verën, të shijoj natyrën, ushqimet, siç do bëj stafi dritares më vonë, po si fillim dua vetëm ta njoh këtë vend. Faleminderit dhe mirë se erdhe. Kjo ka dash kohën e vet që ndërtohet, por isha me fat që vendi ishte shumë i ekspozuar. Ne ku jemi këtu? Jemi shumë afër Tiranës, jemi në Mullet. 14 km nga qendra. I lëmë këtë autostradë në rreth 12 i bie. Është vend shumë i bukur, është faqja e Kodrës, ekspozuar me diellin nga lindja deri në perëndim. Pjesa e veriut është pjesa ku hym. Dhe po të ulesh në këtë sallë, shikon vetëm gjelbrim, vetëm natyrë. Nuk jam kombinuar në mënyrë të tillë e vendosur që mos shohësh makina, mos shohësh të gjëra industriale. Dele, dhi, këmbana, vetëm këto shikoja. Çajin e kishte shumë të mirë. Njëherë nuk e di, po jo edhe spes djegës. Çaj mali, pak ginger ka, edhe çik spes djegës. Është thjesht efekti që ngjalli ato lënjët e stomakut që të jenë aktive. Se me kalimin e kohës, lënjët e stomakut e humbasin forcën. Edhe do duhet që t'i gatuajmë në mënyrë të tillë që të jenë të gatuara, të jenë të tretshme, por njëkohësisht ruajnë dhe vlerat. Në fakt unë të besoj në gjithë çfarë thua, sepse je jo vetëm krijuesi një gjë kaq të bukur në Tiranë, po je edhe pasardhës i një njeriu që ka krijuar për Tiranën. Emisioni që bën bashkë për babain tuaj u pëlqye pafund dhe nxiti shumë njerëz të thonë dua të tregoj për Timat. Ashtu si u nxita unë që të telefonova për të bërë atë emision, edhe unë domethënë mendimet e njerëzve kanë qenë të jashtëzakonshme, një sigurueshmëri, sidomos nga shqiptarët që jetojnë jashtë kufive. Se janë shumë nga ata specialistë që kanë hikur dhe ata patjetër që kanë marrë më shumë se ne. Shiko, unë merrem me gastronomi, po gastronomia është multidisiplinore, është e lidhur me agrokulturat, me zookulturat, me mjekësinë, me artin. Ajo vjen natyrshëm. Dhe njeriu ato që ka brenda ato shpreh. Kjo është ajo që ne, kur themi do ushqemi ose bëjmë për drek, ti në fakt shkon edhe merr gjithë energjitë atij vendi, merr shijet atij vendi, nuk merr thjesht ushqim, por është ushqim për mendjen, është ushqim për trupin, është ushqim për gjithçka. Dhe prandaj duhet të gjesh vendin e dur. Dhe prandaj mua më pëlqen koncepti i këtij vendi, i krijuar për privatësi, për pak njerëz, për çfarë? Si është? Dhe për veten tënde njërë, kryesisht. Nga që tani flasim në pjesë e industrisë hospitalite e shërbimeve. Dhe industria e shërbimeve përmbledh gjitha llojet e
shërbime që bëhen ndaj klientit, në gastronomi. Që nga ato të shpejtat, nga mencat e zakonshme, nga trattorit ose gjelltoret, nga kuzhinat e fshatit rurale ose agroturizmet, nga restorantet dhe pastaj fine dining. Unë ka zgjedhur fine dining sepse shkalla e përpunimit dhe zgjedhja e produkteve është më e lartë. Shkalla e transformimit kalon nëpërmjet disa fazave dhe pjatat vinë në mënyrë të njëmasnjëshme, duke ditur edhe efektin fiziologjik. Kjo është mënyra ndërtimit të një menue. Shumë nga këto që folën përpara, të llojet e shërbimit, e kanë zgjedhur në mënyrë më të thjeshtë. I afrojnë produktet dhe njeriu ka zgjedhjen e vet. Ashtu si janë nëpër shtëpi, zakonisht që kemi disa pjata, nga njëherë kemi disa pjata që themi à la France që do të gjitha përpara, ndërsa sistemi à la rus ka dalë 1813, ambasadori rus kuptohet në influencën e një shefi francez që punonte në Moskë, i afroi Francës dhe Franca brenda një viti e hapi në të gjithë qarqet e veta. Sa ka mbledh Franca? Dhe pastaj themi kuzhinë franceze. Ka ditë të marrë. Ka ndikim të madh në vera, në shampanjë dhe në gastronomi. Ka pas individ dhe këto e ka pasur si pasojë e Grand Maison, e shtëpive të mëdha. Dhe restorantet lidhen aty sepse revolucioni francez i dëboi këta fisnikë dhe këta ngelën pa punë dhe organizuan dhe ofruan restorante. Italia që fitoi tani çmimin datë 10. Po. Që zemëroi gjithë dynjan. Fitoi po patjetër, ishte e merituar. Se Italia ka një sistem horizontal, domethënë të lidhur me territorin, të lidhur me familjen dhe me një, domethënë, biodiversitet dhe qëndrueshmëri. Dhe kjo është fal personazheve shumë të njohur dhe shumë të përkushtuar dhe shumë të informuar. Bile koka e kësaj, truri ka qenë Massimo Montanari, profesori, kryetari i komitetit shkencor, i cili përgatiti dosjen për 5 vjetësh. Dhe kuzhina italiane ka fituar titullin e trashëgimisë jo materiale të njerëzimit në UNESCO, mbas asaj kuzhinës, mbas dietës mesdhetare në 2010, mbas pizzaiolit napoletan në 2017, kuzhina italiane në 2025 me titullin trashëgimi e njerëzimit jo materiale. Po jo si recet, jo si produkt, jo si menu, por si kuzhinë, si mënyrë e përgatitjes produktit me kujdesin që bëhet, ka 4 faza. Zgjedhja e produktit, pjesa e gatimit, pjesa e ngrënies në grup, në familje, gestikulacioni, afrimi i dashurisë, i qëndrimit. Ajo që ti pret nga një vend, kur shkon. Trashëgimia që jepet brezit. 4 faza të caktuara. Dhe janë marrë institucione në mënyrën më serioze të mundshme. 3 ministri, Ministria e Jashtme, Ministria e Kulturës, Ministria e Bujqësisë, një ministri që është akoma i qëndrueshëm që ka momente që nisi, Lollobrigida, ka emrin e aktores famshme, dhe institucionet, Akademia e Gastronomisë, revista që varet nga kjo kuzhina italiana, shefat si Massimo Bottura që u shpall ambasadori i kuzhinës italiane, dhe unë isha ke lokali në datë 11, ai mungoi sepse ishte në këto festimet. Në datë 10 u dha. Ato e kishin marrë ponë që para një muaj, po në New Delhi u shfaq u dha vendim politik, kështu quhet. UNESCO vendosi që Italia ishte në garë Franca, Meksika, Japonia, to që kanë kuzhinë të mrekullueshme. Por jo se kuzhina italiane është më e mira në botë. Kuzhina italiane mori titullin e merituar që është trashëgimia si pasojë e këtij formati, e këtij informacioni, e kësaj metodologjie që Massimo Montanari, që është, unë e kam cilësuar librin tim, e kam filluar me atë dhe kam vazhduar me atë, është autori të disa librave, sepse është studius, është historian i periudhës të medievale, mesjetare, dhe ka kapur pikërisht momentin kur kuzhina italiane në shkëlqimin e vet, në periudhën e rilindjes, ajo fiorentine, pastaj kemi kalimin në kuzhinën franceze nëpërmjet Katerinën de Medici, 14 vjeçare shkoi atje, po mori me vete gjelatierët, mori pasicqerët, mori e ma gjepsi Francën, dhe nga ajo periudhë që ajo sundoi atje me dorë të hekur për 45 vjet nëpërmjet djalit dhe burrit e këto, periudha është çik personazh shumë kompleks ajo Katerina de Medici. Bëri ato të premten e famshme, e premtja e famshme e nata e Shën Bartolomeut, asaj dedikohet. Dhe në çuditërisht ka qenë shumë kujdesshëm në pjesën gastronomike.
sepse ishte një dominancë që kishe Italia atëherë. Dhe nga ajo periudhë nuk u fol më pasaj për Italinë. E mora. Pastaj e mori Franca dhe... Tani, unë merakun e kam të flas për Shqipërinë. Unë kudo që shkoj, domethënë që për shembull provoj gjëra interesante, mendjen e kam për ta treguar këtu dhe për të thënë si mund ta vëmë në panë gjën tonë ose si mund ta shesim, monetizojmë, tregojmë. Për shembull, çfarë më ndodh mua? Her pas here unë adoptoj një qytet dhe fokusohem te ai qytet, e tregoj. Tregoj furrën e tij, tregoj restorante, tregoj njerëzit, tregoj histori, sepse unë mendoj që historitë e një qyteti i sjellin njerëzit pastaj aty. E kam bërë me disa qytete, tani jam në fazën e Beratit. Berat kam ardhur, kam ikur, po tani po ri në Berat, madje edhe gjithë ushqimet e Krishtlindjes mua më erdhën nga Berati, sepse dua ta ndjej në të tërën Beratit. Çfarë vura re në një prej vajtjeve të mia, në një restorant fshati me ushqim të shkëlqyer, jashtëzakonisht të shkëlqyer, organik, gjitha të mirat, me tava që hidheshin me njerëz që iknin me rëmuj, me ato shihet e vjetra të mira, të gjitha, por unë ndonjë 10 minuta dhe i mora me vete dhe hika, se nuk rria dot. Nuk më pëlqente shërbimi, nuk më pëlqente qëndrimi, nuk më pëlqente atmosfera. Dhe ika e mërzitur, se thash, sa quna, çfarë shije për qiellëzën, po jo për shikimin. Dhe shkova diku tjetër për të marrë një kafe, aty kishte një histori shumë bukur, kthimi, një djalë nga Italia që mezi fliste shqip, u kthye te shtëpia e stërgjyshes, e hapi, ndezi oxhakun dhe filloi të shërbente gatime të mira. Të cilat ai nuk i gatuante të vet, gjyshja nuk ishte më. Dhe gatimi aty patjetër lë për dëshiruar, duhet mësuar ca gjëra. Dhe unë mendova, sikur gatimi aty vendi të vinte të ekspozoj këtu, si bëhet që ne të bashkëpunojmë? Si bëhet që kjo që unë piva këtu ishte çaj mali jashtëzakonshëm që ti nuk e ke marrë as Italia as Francë, besoj e ke marrë në... Jo, çaj mali është çaj mali. Çaj mali, i mali ton, është mjalty ynë, është gjalpy ynë, speci ynë, janë tonat, po e shërbyer këtu nuk është si ta pi në një shtëpi rruge. Kështu që si bëhet që ne ta sjellim këtë Made in Albania në këtë formë që ke sjell ti, na mëso për vitin tjetër. Kjo është një nga zgjedhjet që kam bërë unë. Ka zgjedhje tjera që janë çik më rustiko, që janë çik më afër fshatit, dhe juve nuk ka qenë për ju ajo. Ju jeni për një ambient tjetër që është pak më harmonik, është pak më i qetë. Kjo është zgjedhje secili. Të zgjedhë çfarë i përshtatet. E kuptoj, po unë mendoj edhe për atë njeriu se ai bën gjithë ato puna, ajo gruaja që gatuan brenda të vjen keq të mos shpërblet. Do ta marrim me kohë, sepse duke e parë edhe reagimin e njerëzve të tjerë, do filloj që ti rregulloj shumë gjëra në shërbim. Kuzhina mund ta ketë mirë. Kam ndodhur shumë gjëra këto 10 vjet e fundit. Po. Edhe nga momenti i produkteve, që nga therrja e mishit, që nga ekspozimi, që nga produktet e tjera, që nga organizimi i kuzhinës, që nga organizimi i sallës, që nga distanca tjera, ka shumë lokale që ti ke nevojë për privatësinë tënde, për bisedën tënde. Pse? Një ushqim i mirë kulmin e ka kur të dikton temën e bisedës. Kjo është gjithë ideja. Dhe ti e prish qofse ke një televizor, në një gjë që të rrijë vëmendjen, nëse ai klienti tjetër që është në tavolinë tjetër e ngre zërin më shumë se duhet, ai duhet fokusohet brenda familjes vet, brenda rrethit vet, brenda shoqërisë vet, brenda njerëzve që ka të ftuar. Kjo është. Pjata sa vin duhet konsumu të ngrohta, sepse atje ne djegim durët që ti konsumojmë. Pse? Se merr edhe pjesën aromatike, ke edhe pjesën vizive të pjatës, ke edhe pjesën e kontaktit të shijeve, dhe njeriu e kupton me pjata ndijim dhe fillon ta ndjejë dhe efektin fiziologjik se si bëhet më mirë, se si ndjehet më mirë. Këto janë gjëra që normalisht kanë nevojë për një kulturë tjetër. Po kjo është, kultura mësohet. Kultura mësohet. Më falni, nëse dikush shikon emisionin për babain tuaj, preket dhe thot Samir, një djalë që flet për teatrin, specialist, jo vetëm baba, dhe do ta bëj dhe unë. Dhe vinë njerëz të tjerë dhe flasin, dhe ne kështu nderojmë, jo vetëm të shkuarën tonë, po veten tonë. Dhe tregojmë dhe kush jemi, nga vim. Kështu është kjo histori, nëse dikush e shikon si mund të korrigjohet, patjetër, secili prej nesh shkon në vendin që kërkon, jo që do të ndihet mirë, por le të ndihmojmë njëri tjetrin me ushqimin e duhur, me tregimin e duhur. Le ta ndihmojmë, duke shkuar tek ata që dinë se do vemi në Italinë, ne kemi këtu tregimin. Ai udhëtimi vetëm mirë bën, ai gërshetimi kulturave vetëm mirë bën, por ne kemi një histori kaq të bukur, ne kemi natyrë kaq të mirë, kaq bujare, nëse e bën shërbimin, atë prezantim që bëre, mund ta dëgjoj kur të dalësh, se nuk shqetësova të lash vet. Bëra mirë që se më erdhi vetë kiu. Unë shikoj kur vijnë fëmijët këtu. Këta bëjnë dekore të tjera zakonshme dhe kur vjen puna kalamaj dhe çfarë bëjnë ne që këtu dhe zbathos. Pastaj ka nevojë. Ne jo të vëmë plastike atje që doznin fëmijët. Tashi
edhe klientët duhet të jenë pak, si them, duhet që të përshtaten me ambientin që është. Por unë kam 15 vjet që i afroj këtë lloj shërbimi, i afroj këtë lloj kulture që normalisht është kultura jonë historike, trashëgimia jonë e gërshetuar me kulturat, me teknikat bazë dhe me kulturat perëndimore, kryesisht italiane, franceze, por edhe spanjolle, sepse është normale, kështu ka ndodhur në gjithë kohrat. Jo gjithmonë kanë qenë këto produkte, jo gjithmonë kanë qenë këto receta, jo gjithmonë kanë qenë këto marinime, këto ekspozime, këto lloj pjesësh, të themi, të servirjes, të dekorit, të dekorimit, që është shumë të rëndësishme, se tavolina është një stage, është një skenë ku njeriu përfaqëson vetveten dhe përcakton dhe pozicionin shoqëror që ka, intelektin që ka, bisedat e mira dhe banketet e mira janë ato që dalin në harmoni, ato që ngjallin humor, ato që shkojnë mirë, se ka dhe njerëz që nuk komportohen në mënyrën e dur. Pastaj hyn pjesë edhe vera që është pjesa inteligjente e ushqimit. Ne kemi kantina shumë të mira, por ne kemi mundësi që të importojmë dhe vera shumë të mira. Në çdo kantinë, thot një njohës shumë i mirë e verave, një miku im, që merr dhe vera tani dhe jam besim plot që merr dhe vera biologjike në rritje natyrale, nga vreshtat, nga disa shato shumë me emër, pjesën e Bordeaux, pjesën e Borgonjës, verat e bardha të kuqe, ashtu si edhe neve kemi ndjek një eksperiencë shumë të mirë për sa i përket verave, se kultura e verave ne kishim kantina shumë të mira kur kemi dalë. Kishim? Kemi pas kantina shumë të mira. Ne kur dolëm, kemi pas industrinë ushqimore, kemi pas nivel shumë të mirë. Ato u shkatruar në mënyrë të pakontrolluar. Kemi pas industri mekanike u shkatruar në mënyrë të pakontrolluar. Kemi pas komplekse veterinare, zooteknike në mënyrë të pakontrolluar, nuk konkurruan dot. Babai më vuante këtë pjesë normalisht, sepse kishte ndërtuar vetë popularinë e parë rritjen industriale e shpendëve dhe e vuante. Kishim dhe një kompleks tjetër për rritjen e derit, të gicave, për ushqim, për mbështrim, për vazhdimin e saj. Kanë qenë shumë studiuar në atë kohë. Por ai sistem ra, nuk ra vetëm ke ne. Dhe doli ky sistem tjetër, të cilin na vjen shumë mirë se ne jemi njerëz individualistë, jemi njerëz që punojmë dhe këtu dhe po ti shikosh edhe jashtë, janë njerëz janë shumë të suksesshëm ato që janë mbështetur mbi një punë, mbi një shkollim, mbi dijet e veta. Dhe çuditërisht unë vetëm kështu dëgjoj rastet njerëzit suksesshëm, se ato janë që transmetohen me kollaj. Se njerëz të zakonshëm, ajo rutinë e zakonshme është një çik më kështu. Dhe i shoh dhe i them që, ore po e mendon që ta bësh këtu, pritu thot, kam akoma nevojë aty që të punoj. Kanë hapur restorante, kanë hapur ekonomi, kanë hapur biznese me origjinë kështu bujqësore ose kështu lloj, ku janë përfshirë në jetën aty. Ne kemi një histori që nga antikiteti dhe në vazhdim që ka qenë shumë e lidhur me perandorinë romake, edhe në pjesën ilire që kanë qenë dominanca që ndërtoshin. Unë kam ndërtuar shumë mirë, kam qenë i detyruar që të ndërtoj një pjesë kronologjike të zhvillimit, dhe sa kam folur për gastronominë përgjithësi, dhe derisa kam dhënë definicionin e gastronomisë shqiptare, që është atje në dy faqet e parafundit, ekziston një kuzhinë shqiptare. Dhe me metodologjinë e Massimo Montanarit, kanë thënë që kuzhina shqiptare është tërësia e gatesave, të cilat nuk përjashtojnë njëra tjetrën, që përfshihen në të gjithë krajinat, që kanë kohë që njihen nga njerëzit, që ndërtohen me produktet tona, që kanë modelet e një bashkësie të shijësimit, të shoqërimit me pije të ndryshme, të organizimit të banketeve, ka përkufizimin e vetë të cilën unë jam ndërtuar sipas një metodologjie të caktuar dhe ajo duhet vendoset në Wikipedia, se atë që u bë përpara, unë e kisha dhënë mendimin për përfshirjen në dietën mesatare. Kjo është pak më i gjerë si nocion. Në momentin që shijësimi i krajinave të ndryshme nuk e përjashton, metafora, ajo që na bashkon të gjithëve ne, siç bashkojnë brumrat, pastat, që bashkojnë pjesën e jugut Italisë, po ajo e dha emër, sepse emigrantët e Amerikës ja dhanë këtë emrin. Ato janë pasta ngrënës edhe kështu, pastat janë të njëjta, kremrat ndryshojnë, salcat ndryshojnë, nuk ushqehesh vetëm me ushqimin, po ushqehesh me parfumin, me aromën, ato edhe me mallin, se kishte marrë malli për Italinë, prandaj shijonim në shumë në Amerikë, bashkohen shumë komponentë. Ne kemi ndikim edhe nga jugu, nga kuzhina greke dhe nga kuzhina italiane, dhe kemi qenë një periudhë otomane, në periudhë otomane, por ne nuk mund ta themi dot, edhe ne kemi dhënë atyre, sepse kështu ndodh. Gastronomia
Edhe në korrente kulturore të mëdha, siç janë luftrat, gastronomia njeh vetëm rritje. Pse? Se bashkojnë kulturat dhe bashkimi i kulturave jep vetëm ngritje, crescendo, nuk ka gastronomia rënje. Gastronomia ka rënje kur s'ke produkte. Sepse kur ka, sidomos kur ka elita e shoqërisë, gjithmonë merr nga vegjelia, shefat, njerëz të talentuar dhe i merr shërbim. Dhe këta janë në artin e vet. Këtyre jepet mundësia që të bëjnë dhe këta bëjnë gjithçka. Por kjo është mënyra sepse këta afrojnë gjithçka, afrojnë produkte të mira, afrojnë shërbime të mira, afrojnë ambiente të mira, e kanë si mjet intimidimit kundërshtarëve dhe organizojnë marrjen nga vegjelia. Kjo është historia e shefave në të gjithë periudhën historike. Unë kam gjetur dhe këtu në perandorinë romake, morën produktet tona, sallamet që bësh nga gjaku i derit, merrnin djathën e Dalmacisë, djathën e Dardanis, e çonin perandorinë romake dhe djathë nuk e bën dot, ndërsa sallamat filluan dhe i dhanë emër, i ndryshuan emrin. E kam gjetur Capizio, si ishte një vitin e parë mbas Krishtit, ishte një fisnik që udhtonte vetëm nga kur mësonte që diçka gastronomia e re kishte dalë, diçka shkonte udhtonte. Siç udhton dhe sot. Siç udhtova unë që shkova Kermasi Botura, lash do gjë dhe shkova atje, sepse ishte vetëm mundësi që të shkoja se rastet e prenotimit janë. Dhe ajo të 3 muaj janë. Por e shijova me gjithë genialitetin që afronte ai person. Ai nuk ka dalë nga hiçi, ka dalë nga një ambient të saktuar. Ai është nxënës i marketit, unë e kuptoj se unë njoh produkte, kam qenë në Emilia Romagna, kam qenë Parma. Pse ka këtë emër? Gualtiero Marchesi është një personazh që në periudhën e parë kur mori yjet, i dorëzoi yjet dhe tha nuk mund të jem objekti një lloj pendosje që kërkon ajo. Unë arrita këtë që arrita. Ishte rektori i Almës shkollës që ndoqa unë 2010-ën. Dhe një personazh që të gjitha gjërat i merrte nga, domethënë, i vini kaq natyrshëm ato recetat, kaq natyrshëm organizimi i menus dhe kaq njëri erudit, njëri i lexuar, njëri i ditur, sa mori shumë nga kultura zvicerane dhe franceze dhe ja dha Italisë. Italia në fazën e parë, lombardët nuk e pritën mirë. Ashtu si nuk pritën mirë dhe pjatën geniale që ka bërë Massimo Bottura me 5 llojet e stagionaturës parmigianët me 5 teknika ndryshme, thanë që ky është i çmendur. Në fakt është genial. Gjithmonë gjenit kështu janë. Edhe Marchesi kur shkova unë që bëm një orë të veçantë atje që na priti neve dhe na bëri risotto që është pjata më komplekse dhe më përfaqësuese e Milanos e Lombardëve, na tha që il genio dentro di me mi disse. Gjeniu brenda me më tha, "Është gjë më e bukur." Po gjyshet tona që mendojnë çfarë do të bëjmë tani, çfarë do të bëjmë gjë ndryshe? Çfarë pjatë do bëjmë diçka ndryshe? Dhe të gjitha gjyshet të pyetje kanë pasur. Çfarë do bëjmë? Kjo është pjesa më e bukur. Sa tani. Gjysha ime thonte, më ka ikur me ideja më xhane, se çfarë dua, ka një ide, se çfarë dua. Dhe e gjente pastaj, vinte për dalë për shtëpi e gjente. Po gjithmonë po. E po na i mori BBC-a gjyshet tani. Tani shumë e bukur ajo që tha, gjyshet që po ruajnë kulturën e. Ajo është shumë e bukur. Po shumë e bukur. Pash një lajm që thonte që kuzhina shqiptare ishte renditur këtu, ishte renditur aty nga ato online. Kjo s'më intereson më fare. Por derisa këtu ke ne nuk ka guida të serioze ndërkombëtare që të bëjmë vlerësime. Por derisa ne akoma s'e kemi bërë këtë akademi që thash akademia kulinare, e cila mban lidhje me të gjithë pjesën jashtë, e cila kontrollon gjithë botimet që bëhen këtu, e cila krijon një bord dhe bën vlerësimet e restoranteve, e cila kontrollon të gjithë botimet që bëhen të krajinave ndryshme, po dhe antologjinë. Ne kemi nevojë për një enciklopedi të termeve gastronomik, që e filloi Andrea Shundi, shkreti ndroi jetë, erdhi këtu bashkë me profesor Grudën, bashkë me Magdalena Carën, profesoreshën, dhe me jo dy djem nga Kosova dhe një zonjë, dhe u përfshin, unë i dhash hyrjen. Po pastaj hyrjen time botova ke librim sepse ajo ishte në Akademisë Shkencave, Akademia Shkencave përfaqësohej nga profesor Andrea Shunti. Dhe po bënim enciklopedinë e termave. Dhe unë i thash kur erdhëm këtu, ne kemi nevojë për antologjinë, dhe për enciklopedinë e termave dhe për antologjinë. Dhe është bibla e çdo restoranti, e çdo agroturizmi, e çdo ambienti që shërben kuzhinë shqiptare, sidomos në një zonë caktuar. Pse? Sepse kjo antologjia është nga familjet. Aty ruhet. Është një lloj si metodologjia që ka bërë ajo zonja Andromaqi Gjergji që ka bërë për kostumet. Dhe thotë që elementet e kostumeve kanë një domethënë caktuar, kjo ngjyra ka domethënë caktuar. Këto ruhen. Dhe ne të kemi referenca, pastaj të dim ku të referohen. Fshati dhe zonat kufitare korruptohen ato sepse ndërhyjnë kulturat. Zonat si themi zonat malore, zonat e izoluara, ato i ruajnë.
ato i ruajnë në mënyrë çuditshme edhe gatimet. Unë kam shënime, kam referenca nga të gjitha ato libra që beti aty. E që do vemi, sepse nuk është thjesht një tryezë ku serviren, po që të vim deri këtu, kemi një sallë ngjyrash, një sallë ku pikturohet, kemi një sallë librash, kemi një qilar verash, kemi shumë, domethënë nuk është ti befas vjen, ulesh edhe ha. Ti në fillim merr gjithë aromërat e këtij vendi që është yti, domethënë thjesht si koncept, është shtëpia jote. Dhe ti në këtë shtëpi ke darka apo drekëra speciale për njerëz që rezervojnë. Nuk mund të rri gjithë kohën në shërbim sepse vitet bëjnë vetën. Unë jam i angazhuar në mënyrë të drejtë për drejtë aty. Ai njeriu që vjen këtu do ta kuptojë që gatuaj unë dhe familja ime. Dhe kjo është ajo që afroj unë. Dhe unë ta di, drejt në shtëpi. Sigur ta njoh atë tjetrën që gatuan, këtë bëri Masterchefi. E njofi me figurën e shefit dhe tha, ti do t'interesohesh pra ti gatuan për ty. Ti do ta di se çka gatuan ai, çfarë mendje ka ai. Sot ingredienti kryesor në kuzhinën moderne është kultura. Dhe kjo kultura e shkret është individuale, është personale, njeriu duhet të lartësohet në atë kulturë, duhet të jetë ndjekësi misioneve tuaja, ndjekësi atyre gjëra, po duhet ta lexohet një çik librin. Sa i libri të krijon vetë ato me sytë e mendjes, ti futesh në personazhe, futesh në situata, lexon kujtime nga personazhet botë, lexon histori dhe historia është e pashmangshme. Dhe ne kemi se çfarë lexojmë historinë tonë, kemi çfarë na afroj, ne me kulturën romake na afroj breshtarin sepse Roma po ndjente rrezik nga uria dhe dha ilirëve se ilirët e njihshin kulturën. Dhe gjithë pjesën e Kurveleshit, gjithë pjesën e Leskovikut, andej të bregut të Vjosës, kanë qenë vreshta, kanë gjetur vreshta të ripullzuar, janë kthyer prapë në pyje sepse janë të braktisura që nga koha. Kanë gjetur disa vazo të mëdha që e marrin për spërkatje organike atëherë që i bënin. Dhe të gjitha anijet që kanë që janë mbytur, të gjitha me vazat e transmetimit të transportit të verave bëhen. Gjitha pjesa arkeologjike unë kam folur me shumë nga këta drejtues, janë përfshirë në shumë institucione, kam qenë dhe jashtë, kam profesuar kuzhinën shqiptare dhe e bëj me dëshirën time që i shërbej vendet tim, shërbej kësaj pjese se është identitet kulturor. Siç është muzika, siç janë kostumet, siç janë historia jonë me gjithë lavdina e vet dhe me gjithë momentet e gri që themi, që një nga këto është pjesa otomane sepse na hoqi verën e tavolinës. Na hoqi dalja në det, që produktet e detit janë shumë të mira. Unë kam një Ptolemeus, një shef i madh i lirë, që punonte në Athinë, se pjesa e Athinës studiose, Sparta është më shumë, ka mundësi që Sparta të jetë çik më shumë i lirë se sa greke. Dhe Athina ishte shumë e zhvilluar atëherë, po pozicioni i gruas, që është njësia bazë organizimit shoqëror i familjes, ishte shumë i ulët. Dhe kështu që shefat i merrnin nga Iliria. Dhe ky bënte marinimin e peshkut freskët me djathë freskët. Djathë molët. Po sa neve na thanë që helmon. Djathë me peshk. Si u helmon ajo, ato e marinonin. Vaj ulliri njife. Nga antikiteti kemi vajin e ullirit, kemi bukën, kemi dhe verën. Këto janë tre produkte që vijnë nga antikiteti, vijnë nga Iliria e vjetër, vijnë nga Greqia e vjetër, vijnë nga Roma e vjetër. Pane, vino e olio. Ndërkohë ne bëjmë një tur sepse ky vend më shijon shumë. Ky është halli. Ky është momenti i prezantimit me sallën, sepse ka dhe ambjente ndihmëse. Pikturat janë gjitha tuat? Po, pikturat janë të mia. Ndryshimi është pak i sfamuar, nuk është shumë i fortë, sepse duke fokusuar në pikturë ka efekte më të mirë që krijon sfondin e errët. Përballë kemi qilarin e verave. Vetëm para se të vemi te qilari i verave, këtu pas ke një muze të enëve të vjetra dhe unë dallova me njerë tavën e qifqive të vjerës time, se ma ka mësuar, ja vetëm, është vërtet ajo, po tash do. Ky është muze, po unë fus duart. Sa e mirë është ajo. Sa e bukur, Sa bukur, po parfyturo, nuk e përdor më besoj, nuk përdor, sa bukur do ishte. Ka nevojë për. Se këto janë të veçanta, qifqit e kanë enkas këtë gjë.
Ka formën e vetë, e nxjerrë, pastaj edhe e rrotullon në pikët uniformisht në të gjitha. Është shumë veçantë kjo. Imagjino ena përshtatet me recetin që do bëj. Me recetën, të gjitha. Dhe pastaj të vjen, kur ti e provon vite më pas, të vjen gjithë kujtimet e gjyshes dhe kujtimet e gjyshes së gjyshes, dhe kështu trashëgohet në breza identiteti. Janë të shtëpisë to. Familjes, po. Dhe janë të bakrit aty. Të gjitha. Po, tash këto që bëjmë, nuk janë funksionale se do të kenë në të momentin e... Ja, unë po e lë këtu, sepse ka merak mos ta vë dot në vend. Edhe të rëndafila tek libri shënimeve, të gjitha çajnikët të shtëpisë. Shumë e bukur kjo që trashëgojmë, domethënë ti, unë e bëj her pas here, kur dua të kujtoj, domethënë famirin, ulem dhe pi kafe me finxhanin porcelanit të gjyshes sime. Dhe sikur ajo e dëgjoj aty. Ja, më e bukur. Ja, më e mirë. Më qenë shumë të isë. Këtu jemi të verat. Kjo është qilari verat, pjesa ku ruhen verat, është konceptuar që në momentin e ndërtimit. Veçanta kësaj është ka temperaturë konstante gjithë vitin, ka lagështirë konstante gjithë vitin. Momenti më i mirë i ruajtjes tapës, e cila ka një lagështirë 70-75%, edhe temperaturën 14-15 gradë Celsius. Të gjitha janë të uaja, Ka vera që kjo dhe ruhen të shqiptar. shtrirë, ka që ruhen të kështu, këto që serviren janë më të mirë, shampanjat janë këtu, pjesa Bordeaux, pjesa Burgonjës, shampanjat, verat italiane Toskanës, verat tona, kantinat tona. Janë tonat. Kemi edhe kantinat tona patjetër. Tonat kanë ndryshuar, nuk janë si dikur. Unë kam përshtypjen, dikur në kuptimin e kohës që humbëm mundësinë për të bërë verën. Po kishim pasur atë vazhdimin, nuk e vazhduam. Patjetër me një traditë shumë të mirë, të paktën 7 nga kantinat tonë ishin nivelet evropian. Kanë qenë rreth 27, por 7 kanë qenë nivelet sepse sa rinovuan teknologjinë, sa filluan që të mbajnë breshtat në cilësi. U prishë gjitha. Të gjitha ato kultivarët të kishim tonë, kemi pas profesorë shumë të mirë. Ajo pati një shkëputje dhe pastaj patën ndikimin komplet i morëm nga Italia. Nga Franca kemi marrë breshta shumë të mirë. Tash janë përshtatur, ato përshtatet me territori, çdo gjë me territori, çdo gjë. Çfarë të pranon apo jo? Toka. Dhe shikoj Leskovikun, shikoj kemi Beratin, në Morellarin, kemi Elbasanin Ilirin, kemi Leskovikun, kemi prap Kavën, kemi tjera. Unë të Mrizit, jo, s'besoj se për Mrizit vret, po verat e tyre më pëlqejnë, domethënë shkojnë me ushqimin, i shkojnë ushqimit që ti. Një nga mënyrat e kombinimit ose të shoqërimit per të ushqimit me verat është ajo tradicionale dhe ajo e vendit. Ka pastaj me kontraste ka dhe disa tjera. Domethënë ajo që bën verën atje dhe ushqimin e vet është më mirë i kombinohet. Të kombinohen të dyja. Por rakia, vazhdon rakia si konkur. Rakia vazhdon gjithmonë, ka dhe raki tash disa kantina ne i bëjnë edhe si doracja i fusin nëpër fuqia aty. I japin atë pjesën e drurit, pjesën e vjetërimit. Këto e përdorin gjithmonë që pjesa klientelës që e kërkon veç, ose me pjesën e turizmit dhe bëjmë ato shosat e vogla me mezerit. Po pra, që të mos i... Mezerit vogla, sepse rakia ka 2 veti shumë të bukura, ka dhe edhe aperitiv, që ta poreksin, edhe digestiv, që të dyja, dhe në fillim dhe në fund. Jemi rregull ato, në fillim dhe në fund. Ne im shoqe pëlqen dhe bën pak me lis, e mban në lis dhe ka një aromë kaq të mirë, sa dhe unë që s'jam rakidashse, edhe pse u thoj ai shumë edhe më thon pi, ajo më pëlqen, ajo ka diçka, ajo lisi se. Lisi i mirë, bën mirë verës, i bën mirë aceto balsamikos, i bën mirë rakis. Aceto balsamikos? Aceto balsamikos bën mirë dhe lisi dhe qershia, i bën çeleg ato, sepse kaluan disa faza. Unë tash isha në Modena, që është vendi i aceto balsamikos, ka 1000 familje që bëjnë atje. Sa ti ka dalë Ferrari, ti ka dalë edhe Lamborghini, po atje pas ka dalë edhe kjo. Kjo është shumë mirë. Kam një bilet të vogël, shumë të bukur të Modenës, që vetëm një luk do t'jap nga ajo do të ka më i vogla është 10 vjet. Shkalla është lëngu i rrushit, gatuhet, zihet pak dhe pastaj ruhet në fuqi. E kalon doradorës, kalon nga kjo fuqi, pastaj shtohet disa si e re, sepse dhe fuqit mbajnë të hapura vetëm me inap, sipër që më shkojnë nizet. Kjo është acetos. Se kjo është vera. Vera e mirë nxit tregime të mira, por ka brenda dhe tregime të mira, të vjetra dhe të lashta. Tani mbas verës së mirë, ne kemi prapë një takim në bibliotek, aty ku janë se pa libra nuk ka kuzhinë mirë.
Edhe nuk mbarojnë gjërat për të treguar në këtë super vend. Me kë je aty Gzim? Ai është Gordiero Markezi. Aty kam Fillesa. Gjitha kadencat e mia, po. Ai është i pari italian në Trejë dhe rektori i shkollës së artës, ka bërë 2010. Plus kam shku pastaj kam rivizituar edhe Milano ku ka Bovesin della Riva që ka akademinë e vet. Dhe kështu që më pëlqen ajo mënyra se si e jep ai. E jep nëpërmjet kulturës, e ka si Ja, dhe aroma e bojrave. Aroma e bojrave që kanë sjell të gjitha këto pikturat. Të gjitha tuat? Kjo gjitha pikturat e mia, të dy janë të Agim Sulet. Ku kemi të Agimit? Agimi është me pjesën e detit aty. Po. Penjelën e vet. Nuk e di nëse është ajo që thonë te tuneli. Vlora poshtë, ai ke pjesa e kampit aty ka do gurat. Kam dhe këtë që ka bërë jashtë, është një tendë e bukur. Dhe tha, po pse e fiksu mas kësaj? Po ke tendë shkruar Markezi dhe shumë. Dhe aty shkruar Markezi, është emër shumë i përdorshëm atje. Është shumë i mirë kemi. Kam pjesën e librave kulinar, kam dhe libra artistik, normal që librat enciklopeditë e artit i kam lartë, se nuk i merr kjo, se janë shumë voluminos. Kjo është një enciklopedi Casa e Cucina italiane e vitit 64. Kam shumë libra të autorëve të mirë të gjitha, kam dhe libra të autorëve shumë të mirë mrekullueshëm. Një nga librat më të mirë që është botuar ne, Arti i kuzhinës. Evgenia Risi. Evgenia është e shkolluar jashtë, ka qenë pedagoge atje. Pra, si qëndroi aq shumë, domethënë ajo qëndroi. Ishte profesioniste, po. Ishte profesioniste. Domethënë profesionist qëndron në çdo kohë. Mënyra si i ka thënë, në çdo kohë qëndron profesionist. Këtu ka kuzhinë shqiptare, kryesisht kuzhina aty ka shënuar të gjitha këta. I ka bërë, domethënë ka dhënë informacione më të mirë të mundshëm, dhe ka një hyrje të mrekullueshme. Ka hyrje profesioniste. Libra që nuk kanë hyrje është çik problem. Vërtet? Hyrja është një lloj me këtë, me Cucciaio d'Argento, është me Augusto Scofier, me të gjitha. Kanë ndikim tamam nga kuzhina e mirë e kohës. Kur është bërë ky libër, në çfarë viti? 87. 87, në si tregon. Me grup autorësh, kanë qenë se duhet pedagog të po. Çdo gjë. Shikoj shënimet e roli proteinave në ushqim, rëndësia e produkteve. Ti ke shënuar për të gjitha. Unë kam se pedagog vetë këtë jap, unë bazat e gastronomisë e jap, po ky është një libër shumë i vlefshëm. Tash normal që ka update të jashtëzakonshme, të gjitha shënimet e mia janë të mrekullueshme. Sa interesant. Hyrje, vazhdo me hyrjen. Kjo është Jemi hyrje, akoma, të gjitha, me gramatura, me ushqime, me proteine. Ku gjendet ky libër? Tani ku gjendet ky libër të 87-s? Ku mund të gjendet? Sa gjunaqa. Këtë do ta ripotoj. Patjetër. Kjo e do një ndërhyrje të vogël. Po le ta ketë nga ju tani duhet të ndërhyni dhe kjo duhet. Ne kemi shumë punë për të bërë faktikisht, po unë jam munduar kam bërë pjesën time. Po na duhet të krijojmë vazhdimsinë me atë që kemi bërë. Kam dhe autorë të tjerë që kanë shkruar për gastronominë, por që ky është baza, edhe studentëve këtë i them. Këtu janë recetat bazë. Pastaj recetat kanë atë pjesën fleksibël që njeriu mund të rregullojë edhe me materien e parë nëse i mungon, dhe me herzat nëse mungon, me imagjinat, me këtë ka kuzhina. Kjo është kuzhina, imagjino. Në pastëri është farmaci, ka rregull, ka temperatura konstante, ka gjëra, po ndërsa kuzhina është art, është gjë si e ndjen njeriu, pse cave i vjen bukur, ca si vjen. Kjo është Qesh me këtë që the, sepse unë gatuaj tani edhe kur e le atë pjatën aty, thotë më shek, do të dali pak më bukur. Domethënë ta nuk shijohet faqen dhe e bukur. Është ka shumë punë. Teknikat, produktet nuk mund të jenë gjithmonë pa lëvizshëm, janë gjithmonë të lëvizshëm, se është një lloj, si themi, është një gastronomia është një disiplinë që është gjithmonë lëvizje. Është puna e leksikut e gjërave të tjera që shkojnë ka zhvillimit. Kjo është mënyrë e përcaktuar që shkojnë ka zhvillimit. Megjithëse shumë produkte nuk janë më si përpara. Këtë do ta themi që nuk janë. Janë më të këqija. Domethënë ka shumë llojshmëri, po jo cilësi. Ka shumë llojshmëri, ka sasi, shoqëri konsume. Ne mundohemi të zgjedhim nga ekonomi të vogla, disa produkte që janë të certifikuara, që janë të mira. Mundohemi të zgjedhim këto që janë brenda sistemit të sigurisë ushqimore dhe kjo është shumë e domosdoshme sot që jemi, se siguria ushqimore është shumë e rëndësishme. Por shumë nga produktet e vjetra normal që nuk mundet të jenë më. Sot është një lloj zhvillimi, bujësia intensive, shumë nga farat, por megjithatë, po të kujdesesh ke farat dhe ke kulturat, dhe po ti kultivosh drejt, produktet janë shumë. Dhe pastaj bëjeni një shërbim
botës edhe vazhdimësisë, shkruajni atë që dini, sepse dikush do ta marrë në dorë këtë librin me shumë kujdes edhe do thotë ja çfarë pasurie më ka lënë, pasurinë që më tregon kush kam qenë, çfarë kam bërë dhe patjetër do kesh një vazhdimsi nëse ti ke qenë. Lum kush i shkruan se do kujtohet. Ai është libër për brezët. Ne ka bërë shërbim më të mirë, ne ka bërë shërbim më të mirë ajo zonja bashkë me ata dy zotërit të tjerë. Dhe tani, mbasi pam librat, pikturat, shijuam ambientin, tokën, natyrën, oxhakun, çajin. Tani të vemi te kuzhina. Te kuzhina ku do prodhohet pastaj, sepse ajo që ndodh aty është fryti i gjithë kësaj, nuk është veçmas, nuk ndodh veçmas. Do prezantojmë ambientin tani dhe pastaj dinamikën vetë kur të vinë të ftuarit. Do ta kemi edhe me pamje, edhe me aroma dhe me shije. Gëzuar, Amarildo. Gëzuar Landi. Gëzuar Ene. Gëzuar Gota, gëzuar Lorena, Eda. Michele, gëzuar. Gëzuar Fabi. Gëzuar. Dhe kjo gotë është për ju, shikuesit e Dritare Televizion. Gëzuar. Regjistroj tek Dritare dhe na duaj siç ju duam. Gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Gëzuar.